Пресудата за пожарот во модуларната болница во Тетово ќе биде донесена в петок. Денеска се одржаа завршните зборови во Тетовскиот суд. Адвокатите на Флорин Бесими и Артан Етеми побараа нивните клиенти да бидат изземени од обвинението, тврдејќи дека тие не носат никаква одговорност за противпожарниот систем во болницата. Од друга страна, правните застапници на семејствата на жртвите побараа Тетовската болница да биде прогласена за виновна и на семејствата да им се признае правото на обештетување, нагласувајќи дека се чувствувале игнорирани во текот на целиот судски процес и по трагедијата. По завршувањето на рочиштето, семејствата го изразија своето незадоволство од текот на судењето, велејќи дека вистината за причините за пожарот се уште не се откриени. Mu duk jo si një seancë, po mu duk si një kfis. Si që ndëgjut edhe vetë, njëna palë dhe thotë se ka pat PP aparat, tjetra palë dhe thotë se nuk ka pat aparat, PP aparat. Kështu që pat ose s'pat PP aparat, ne si viktimat e të djegë me 14 persona në spitalin modullar, ne edhe sot e ndimë dhimbjen të atë dish me gjiu dojë në spital njerëzit më të dashurtuar. Kështu që ne nga kjo seancë nuk pritëm më tepër se të jesë fjala përfundimtare dhe marrin dënimin e merituar të dënuarit. Kjo nuk ndodhi seancë e radhës me 16-in, ora 12. Kështu që nuk kam çka me shtu, në më shumë ne jena shumë dëshpëruar nga drejtësia e Republikës Maqedonisë së Veriut. Kështu që e shfryzoj rastin në përmedjeve tuaja të them gjithë njerëzve që jetojnë në Maqedoni, pavarësisht çfarë etnie janë, lepçohen pi xhumi, nënat tona, babat tona, fëmijët tonë dojgjë, po munodhe edhe raste tjera. Kështu që drejtësi këtu nuk ka të kesa asnjëherë. Seanca sotshme dikush folën për kablin, dikush folën për APP aparat, kanë kaluar 4 vite, akoma merren me këto gjëra. Unë veç një gjë mund ta them. Kabli fajet, PP aparat fajet, vetëm ku janë njerëzit. Leri krejt fajet, në t'i lanë krejt me njerëzit ku janë. Edhe masane gjyqtari duhet me qenë këtë rend pak me jashpër, sepse nëse edhe gjyqtari kalon pjesën e korupcionit apo krimit, do me thonë s'ka më këtu asgjë. Na djegë për treti, për skatri, mbas 4 vite. Ne presim dalë e vërteta, se ne s'ka kena ka familjarët ati, edhe ne kundër zjarrit s'kena pa asnjë sen ato 3 javë që kena kanë. Kena kanë prej ditës parë deri ditës fundit ku dhe spitali. Ne s'kena pa asnjë sen, edhe duam dalë e vërteta në shesh. Со првата пресуда, двајцата директори на клиничката болница во Тетово беа осудени на 1,5 година затвор, условна казна, а правниот субјект со 1 милион денари. Од обвинението беше слободен лекарот кој беше одговорен за ковид центарот Бобан Вучевски. На 8 септември 2021 година во пожарот во модуларната болница во Тетово загинаа 14 пациенти членови на нивните семејства, кои беа во објектот за да се грижат за пациентите. Со години семејствата бараат правда.